i cili jeton në rrugën e Kavajës, ku ka një komunitet fort musliman, edhe ai ndikohet prej tyre, qoftë për mirë, qoftë për keq. Disa i do, disa i ka frikë. Si ndikohet? Duke i parë, duke komunikuar me ta? Duke jetuar, bashkëjeton me ata. Po bashkëjeton, është në një komunitet, në shkallë, në pallat, në lagje, në dyqan, transikar, blen mallra që ata. Duke i takuar, ai ka ndikimin e vet. Disa i do shumë, që janë musliman normal. Disa i ka frikë. Disa i bëjnë presion. Edhe pak a shumë kjo është historia. Ai qëllon që shkon në Mekë si shqiptar, edhe aty ka një lloj magnetizmi, një lloj tërheqje nga Islami, po prap nuk guxon. Në fund fare për një situatë caktuar, ai detyrohet dhe bëhet musliman. Kjo është zgjedhja që bën në fund. Ju keni shkuar gjithashtu në Mekë, dhe patjetër jeni marrë shkuar edhe vetë në Mekë. Ju shkuat nga kurioziteti për të parë një vend të shenjtë si Meka, apo ju shkuat sepse ju duhej të grumbullonit informacion për një libër që nesër do të shkruani? Unë nuk jam shqiptar investigativ, unë nuk bëj lërësi investigative. Ju shkuat për të fotografuar këtë vend të shenjtë? Unë shkova në Arabi Saudite i ftuar në një panajir libri, 10 nëse s'jam gabim. Edhe qyteti ku unë isha i ftuar është shumë afër Mekës. Edhe unë jam njeri që lexoj shumë. Do shkoja në çdo vend të shenjtë që do kisha afër, patjetër. Pse jo në Mekë? Meka është një burim frymëzimi për miliarda njerëz në botë. Edhe ka fuqia dhe feja që ka lindur atje para 1400 vjetësh ka ndryshuar totalisht, po vazhdon të ndryshojë historinë e këtij planeti. Ky shkova e parë si një njeri kurioz, si një shkrimtar, si një njeri që lexon dhe për bërë fotografi. Unë bëj fotografi shumë kohë të fundit edhe u kënaq aty, para një gëzim ku shkova. Patjetër. Si ishte komunikimi juaj me praktikantët e atij vendi të shenjtë në krahasim me praktikantët e Shqipërisë? Nuk ka ndryshim, pash njerëz shumë paqësorë aty. Aty ka njerëz shumë paqësorë, aty ka shumë paqe, edhe në libër kam disa faqe fantastike për Mekën. Ku kam thënë që këty është një vend që njerëzit aty janë të zhveshur nga të gjitha të këqijat toksore që kemi, nga oreksi, nga epshi, nga zilia, nga konkurrenca e keqe, nga nevoja për pushtet, aty zhvishesh. Këtë ndjeva dhe unë. Pra ndjeva një bashkësi njerëzish të barabartë që donin, që nuk kishin për ato momente që rrinin aty, nuk kishin asnjë mendim të keq. Në Mekë mund të shkoj kushdo? Mos më pengon njëri, megjithëse unë nuk besoj. Nuk të pyet njëri te dera je krishter, nuk kërkon një pasaport fetare. Sipas rregullit, pa shkruar ndoshta, njerëz që nuk janë musliman nuk duhet shkojnë aty. Pra unë që jam ortodokse nuk duhet shkoj. Edhe pse kam kuriozitet si të gjithë njerëzit e kësaj bote ta shikoja atë. Unë mendoj që bën mirë të shkosh. Për të kuptuar diçka tjetër. Po ju nuk i ndoqët deri në fund ritualet? Po jo, se unë nuk jam praktikant. Unë nuk jam praktikant. Sepse nuk jeni praktikant apo sepse kishit frikë mos diçka ndryshonte brenda jush, edhe ktheheshit deri pastaj në musliman si personazhi. Personazhi im kishte këtë merak edhe ai nuk e bëri atë ritualin. Po unë nuk e kisha, unë shkova pas aspektin kulturor. Unë nuk jam praktikant. Edhe po shkova në një kishë shoh sa të bukur janë afreskët, por nuk do të thënë që falem. Unë kam shkuar nëpër kisha shumë, e kam parë kisha xhami sa të duash, por nuk kam se falem. Unë shoh në aspekte si arkitekturën, afreskët, mozaiket, po s'kam se falem. A kishit ju frikë kur e shkruajtët këtë libër dhe a keni ju frikë sot kur jeni ndeshur me kaq shumë sulme? Nëse unë kam frikë, që nuk kam natyrisht, po nëse kam, do të keni gjithë ju frikë. Pra nëse njëri cënohet për atë që thotë, dhe për atë që mendon, secili, sidomos ti që gjithë kushto që është në media, po themi në një funksion publik, duhet këtë frikë. Unë nuk kam frikë, për çfarë kam frikë? Çfarë kam bërë? Kam bërë një delikt, një krim që cënohet nga kushtetuta, çfarë krimi kam bërë? Përveç se kam shkruar një roman që tregoj historinë e një burri që po rrethana caktuar atij vet u bën musliman. Mund të bëj krishter. Do të kisha frikë? Po të kisha pronë njëri jam ish krishter. Do të kisha pasur frikë, mendon ti? Ti për shembull do të kishe sulmuar mua me që je krishter. Unë asnjë rast nuk do të kisha sulmuar. Atëherë pse më sulmojnë ta kur them jam musliman? E shpjegon dot? Ju ma shpjegoni pse ju sulmojnë? Nuk e di, është një jetojnë në një paranojë kam përshtypjen. Është një grup njerëzish që jetojnë në një paranojë. Pra janë futur në një guack ideologjike, brenda të cilës ata nuk e njohin me realitetin ku jetojnë. Bota ndryshon, ata nuk ndryshojnë. Ata janë atë brenda guackës dhe gjithçka jashtë i duket e rrezikshme, sigurisht rrezikon, nuk është shumë. Në Arabinë Saudite ka 40 milion muslimanë. Nuk pash njerëz kaq të frikësuar, sa këta që shoh këtu, këta islamikët e Shqipërisë, ta janë të një rast e veçantë. Këta të guackës qëndrojnë aty brenda në emër të bashkëtesës fetare apo janë jashtë fare?
bashkëtesës fetare? Jo, këta përshtypin janë një rreth njerëzish, një grup njerëzish i caktuar që jetojnë me njëri tjetrin. Edhe çdo njeri që futet në botën e tyre i duhet armik. E kështu i duket më pasjera unë dhe ky personazh im që thotë jam musliman, ata se pranojnë. Ata thonë pse u bëre musliman pa lejen tonë, më sa duket. Po pse duhet flasëm për ata? Kërcënimet që keni marrë S'ka marrë kërcënime. Nuk keni marrë mallkime, shumë të dushur, kërcënime jo. Jo, e kisha këtu pyetjen, keni denoncuar ndokënd? Ja. Nuk preferoni të merreni me denoncime? Pse do ta bëj këtë? Pse do të bëj keq atyre? Nuk doni t'i bëni keq atyre, po ata po ju bëjnë juve. Po s'ka problem, unë jam mësuar. Unë kam 30 vjet që shahem, fyen, mallkohen për gjëra që kam bërë. S'është problem, unë s'do t'i bëj keq atyre. Ata mund të më keq mua, po unë nuk kam pse. Këtë libër kanë patur frikë më herët botues të ndryshëm ta botojnë. Për fat keq po. Po pse? Kanë patur edhe ata frikën e mallkimeve, thyerjeve, apo më shumë se kaq? Besoj që po. Pra, shiko, ajo që mua vjen keq që libri nuk po gjykohet artistikisht, po gjykohet për një aspekt fetar. Janë pasur mesazhet negative që merrni, jemi duke i ndjekur në ekran vazhdimisht. Tani janë live. Janë live. Apo jo? Jo, janë të shkëputura. Janë të shkëputura prej meje, me aq sa munda. Nxirri me emrin dhe me emrin se unë jam e sigurt që vazhdojnë edhe në momentet që flasim bashkë. Madje mendoj që edhe unë do marr disa. Nuk më vjen, ti s'ke pse. Edhe mund të ndodh për shkak se ju kam ftuar në program, kështu që. Nëse libri është refuzuar po nga 2 botues, po unë gjej një botues shumë të mirë dhe jam i lumtur që ma botojnë librin. Ju than shprehmisht se nuk e botojnë për shkak se kemi frikë, këta dy të tjerët. Para një lloj droje, pra para frikë se sulmet që më vinë mua pra po çadrës time do merren ata pak shi ose pak gur. Po kjo është njerëzore, nuk ka asnjë problem. I treti që pranoj është botues shumë i mirë, Bujar Udhri, që është botuesi i shtëpisë botuese Onofri, dhe shtëpi besoj shumë prestigjioze, edhe unë jam shumë i nderuar që jam atje. Dhe ai e mori pa e lexuar ende. Pa e pranoj më parë. Ai pranoi ta botonte pa e lexuar. Sepse është njëri më i hapur. Edhe kupton që, shiko, botuesi si puna atij që sjell zarfin. Qëse unë ty të japi zarf për ta dhënë dikujt, ti nuk marr përgjegjësi çka kam shkruar në zarf. Botuesi është një lloj zarfi, por ai vetëm transmeton. Ai nuk marr përgjegjësi për çfarë thotë shkrimtari. Kështu që kjo është e pa nevojshme. Sa kohë ju është dashur ta shkruani këtë libër, zoti Blushi? Shpejt kam punuar me këtë libër. Unë përgjithësisht shpejt se jetoj me frikën që duke e lënë gjën mes, pastaj mund mos e marr më, ose mund mos kem më pa shije. Është si një pjatë e mirë që po ta lësh në mes, shkosh duke bërë punë tjetër, kur të kthehesh është e ftohtë. Është ftohtë, po. Ti nuk e ha më. Edhe unë këtë raport kam me letërsinë ose me librat. Kam thënë dje diku, unë kam në kompjuterin tim një varrez librash. Pra libra të vdekur që mbase zoti i ri marr më. Mund të jem 5, 6, 7 romane. Si pjata e ftohtë? Jo, i kam lënë diku në mes apo në 3 çerek, s'ka rëndësi se jam kthyer më. Sepse problemi i shkruarit është ritmi. Ti mund të unosh ritmin e asaj libri. Çdo libër ka një ritëm të veçantë. Është si puna një simfonie muzikore. Asnjë simfoni, pavarësisht që bën një kompozitor ose një këngë, ti jeton me një këngëtar. Po. Asnjë këngë aty nuk i ngjan tjetrës, ka ritëm tjetër. Edhe librat pak a shumë janë kështu. Kur ti e humb ritmin e asaj, atë s'mund të kthehesh më. Kështu që unë kam një varrez librash në kompjuterin tim. Ky kaloi maternitetin shpejt edhe doli në urrit. Po si funksionon? Ju kur filloni të shkruani një libër, qëndroni aty, nuk lëvizni për orë të tëra ditë ose nuk e di, Unë përgjithësi kur shkruaj libra dhe merr mirë si thosh ai, punoj 10 orë, 15 orë në ditë. Në ditë. Po, filloj punë rreth orës 10 para dite, kur jam pak më i kthjellët. Edhe punoj pa pushim derisa kam fuqi. Në shumë raste kur shkruaj, kurrizi im vuan shumë për shkak të punës së kompjuterit. Edhe ky nuk ka bërë përjashtim, kam punuar para sa kisha mundësi, se ka raste kur ti s'ke do dalësh patjetër, do shkosh në punë, do bësh një weekend. Po përgjithësi ky është libër shkruar pa pushim për rreth 75 ditë. A është shqetësuar familja juaj për çka ndodhi pas botërisë? Jo, jam mësuar. Ata jam mësuar që unë jam një njerëz vështirë edhe jetojnë me këtë gjë, s'ka problem. Nuk është se besoj ishte e qëllimt publikimi i këtij, botimi i këtij libri për të rikthyer edhe një herë në vëmendje emrin Ben Blushi. Ju nuk keni nevojë për të qenë në qendër të vëmendjes se vetë emri është në qendër të vëmendjes gjithmonë, po se kam lexuar shumë nga komentet që kanë ardhur para se ky libër të ishte i pranishëm në Panajir, pra para çeljes së Panajirit, ku ata që kishin marrë në dorë shkruanin provokon sërish Ben Blushi për shembull. Shiko, vjet kam botuar një libër që quhet Parajsë Artificiale. Parajsë Artificiale më përsipër tregoj si do bashkëpunoj, është roman dhe ai. Si bashkëpunon shoqëritë tona me inteligjencën artificiale, me AI.
edhe mes tjeresh në atë libër, romanësh. Ka thënë, personazhi im, ose unë kam thënë Çancika, që do vijë ditë kur shumë nga shërbimet që marrin sot, të japin ai-ja, përfshi dhe ministrat. Edhe më thanë, dushi po provokon. Ndodhi që diella erdhi apo jo? Erdhi diella mas një viti. Edhe do lindi dhe ca fëmijë, u tha. Po s'ka rëndësi, po diella erdhi. Unë kam thënë para një viti do kemi edhe ministra, kryetar bashkie, ministra, ku diun. Ai. Erdhi diella mas para një viti. Ishte provokim apo ishte një vërtet? Ishte provokim ky sipas teje? Pa unë nuk kam provokuar, unë kam parashikuar. Edhe ky libër pse është provokim? Çfarë provokimi ka kur një njeri thot dua të bëj jam musliman? Kush provokimi këtu? Sipas teje? S'ka provokim. Ai ka thënë do bëj jam musliman dhe u bë musliman. Pse që ka provokim ky? Pra është historia e njeriu që një ditë vendoset të bëhet musliman. Çfarë provokimi ka këtu? Po ju bën të ndjehet keq, ju bën të ndjeni keq, them